an-Nawawi, do të thënë lidhje me këtë hadith, ka thënë qala al-ulama, kanë thënë dietarët, ajma'a al-muslimuna, do të thënë ka ijma' të muslimanët, ka unanimitet të muslimanët se ky hadith, anna hadha al-hadith, thot ky hadith fi hakimin alimin ahli lil-hukm. Do të thënë ky hadith vlen për gjykatësin që është dietar dhe kompetent për të gjykuar, për të dhënë fetva. Thot jo ata dietarët e Ikhwanul Muslimin, do të thënë që aty ka çdo gjë që është si janë përmendur në ajet, do të thënë ajo e mbytura, e vrara, e ngordhura e kështu me radhë. Do të thënë aty ka me besimet e shijave, do të thënë që thonë se Kurani nuk është i saktë, edhe do të thënë njerëz të shirkut e njerëz të varreve, Mu'tazilie dhe Jahmie dhe Ash'arije, Maturidije, do të thënë të gjitha llojet e devijimeve, edhe ata nëse e qillojnë kanë një dënim. Nëse gabojnë kanë 2 dënime. Pra thot këtu Nawawiu rahimahullah, thot ky hadith është fi hakimin alimin ahli lil-hukm. Do thënë për një gjykatës ose një njeri që jep fetva, që është dietar dhe që është kompetent për të dhënë fetva. Fa in asaba falahu ajran. Do thënë nëse e qillon, ai ka 2 shpërblime. Ajrun bi ijtihadihi, do thënë një shpërblim për mundin, wa ajrun bi isabatihi. Edhe një shpërblim për që e ka qelluar. Wa in akhta'a falahu ajrun bi ijtihadihi. Nëse gabon, atëherë ka shpërblim për mundin e tij. Dhe thot, kanë thënë fa amma man laysa bi ahlin lil hukm. Kurse ai që nuk është kompetent për të dhënë gjykim edhe për të dhënë fetva, fala yahillu lahu al hukm. Ai nuk e ka të lejuar të flasë për çështje të fesë. Do të thënë kur nuk e ka të lejuar, çka do thotë kur të hyjet të flasë, është mëkat. Edhe nëse qellon nuk ka, sepse rrugën e sigur një njeri merr pasuri nga kamata edhe jep sadaka. Do të thënë ai nga fillimi kur e ka marr e ka haram. Edhe pse jep sadaka nuk ka shpërblim për ta. Edhe ai njeri që nuk është kompetent për fetva ose për gjykim, pra e ka të ndaluar thotë Nawawiu. Se kanë thonë dietarët, fala yahillu lahu al-hukm. Do të thënë nuk e ka të lejuar ai të gjykojë ose të japë fetva, fa in hakama fala ajra lahu. Do të thotë nëse gjykon, nëse jep fetva nuk ka shpërblim. Bal huwa athim, por është mëkatar. Pse ka hyrë në këtë fushë, e ka fut hundën, do të thënë ku nuk janë nxe. Veç për këtë është mëkatar. Wala yanfudhu hukmuhu, edhe nuk lejohet punohet sipas gjykimit të tij, sawa'un wafaqa al-haqqa am la. Do të thënë njësoj, a e ka qelluar të vërtetën ose jo. Do të thënë mund edhe ta qelloj, po nuk punohet me fjalën e tij, sepse prapë Nawawiu i ka thënë jo rabi ofsat. لأن إصابته اتفاقا ليس صادرة عن أصل شرعي. Sepse nëse e ka qelluar rastësisht, do të thënë i ka ndodhur që e ka qellu, nuk e ka, do të thënë qëllimi është kjo e qelluara është rastësisht, nuk buron nga bazat e shariatit. Fa huwa asin fi jami'i ahkamihi. Edhe ai është mëkatar në të gjitha hukmet që i jep. Sawa'un wafaqa as-sawaba am la, do të thënë pa marrë parasysh a e qellon të vërtetën ose jo, yarhamukallah. Wa hiya mardudatun kulluha, edhe të gjitha ato fjalët e tij janë të refuzuara, wala yu'dharu fi shay'in min dhalik, edhe nuk është i arsyetuar në asnjë. Do të thënë këto mëkatet që i përmendi është nëse e qellon, por nëse gabon, ky edhe nuk e ka pas, do të thënë nuk e ka pas të lejuar të hyjë në atë temë. Edhe plus pastaj gabon, atëherë nuk është i arsyetuar, do të thënë nuk është si te hadithi.